ishin ndarë këto dy dhe kishin fshirë të gjitha fotot. Edhe një ditë unë në aktivitetet e mia të mëdha. Nuk fokusohem. Se nuk fokusohem. Mos më shih asu se du ta tregoj këtë histori. Edhe një ditë tani unë në aktivitetet e mia të zgjeruara sociale në mbas dite që stokoroj njerëz në Instagram. Gjithmonë. Shikoj unë një story që kishte hedh ky. Çe kishte bërë, na thuaj dilte fani parë. Foto ishte një kok qeros tull na po edhe një me flok. Ky kishte bërë post klinikën që i kishin bërë para dhe pas. Po kishin mbjell flokët. Para dhe pas. Po para dhe pas, nga qeros me flok. Nuk ishte për qerosin ti më le, se ky ishte qerosi në këtë rast. Edhe kishte bë tag këtë gocën. Imagjino sa ka. Atë gocën që ishte ndarë, kishte bërë tag në story. Po tani mos ja fut kot o gocë. Po tani. E ke seriozisht? Po tani. Do me thënë, ai ka menduar ndoshta se një nga arsyet pse ajo është ndarë se ky ka qenë qeros. Qeros. Qose do të thoj. Tani ka dy, ose i kanë rënë flokët ose ka qenë qerosi në lindje. Kam përshtypjen që i do të kenë rënë flokët këtij. A ka qerosi në lindje? Po Jo. ka që Blerta? qerosi në lindje. Nëse ai ka qenë qerosi në lindje, ti meriton të jesh në burg. Po Blerta, ke parë një fëmijë qeros? Po kam qenë unë. Kur kam qenë e vogël, kam qenë qeros. Burr, Thjesht kam bler qeros. Unë nuk e dëgjoj, ka një problem shumë të madh. Jo. Jo, ka një problem shumë të madh, sepse tani nuk po ju besojmë dot më të shunave se shkojnë te kjo klinika, është një klinikë shumë e famshme, aty te rruga Dibrës. Mos ka qenë klinika Advance. Klinika po. Po, është një te rruga Dibrës, ajo aty shkojnë gjithë njerëzit për të mbjellë flokët gjithë dynjaja. A mund të bëj një thirrje kësaj klinikës me sa po shifja. Është bë klinika Advance si Tinderi më i ri. Swipe, a ky pas ta mbjell mirë. Ky. Jo, po ky ka dal akoma dhe më i mirë. Swipe right.